Mirë mbrëma, ku jeni o yjet? Gjuhë Top Albania Radio nga jugu të veriu. Çfarë thua? Mirë se keni ardhur, mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radios. Ndërkohë jeni në kanalin 10 të Digital View, jeni duke na par kamera. Ka me Julin. 1-2. Mos i numërot në kanalin 10 në Digital, një kanali dedikuar komplet radios. Sa bukur Juli, më në fund kemi edhe ne kemi ca kohë, po më në fund kemi edhe ne ku mund na shohin të gjithë njerëzit se çfarë bëhet tu, çfarë energjie përcillet. Sa bukur i bëjmë. Angelo Shkreli, Julian Hurdha dhe DJ Kedos. Respekte. Deri në orën 20:00 së bashku plot energji, plot ritëm, plot dëshirë për t'u bërë këtë emision sa më të mirë dhe plot dashuri për t'u dhuruar ju momente sa më të bukura, sa më të lumtura dhe njëkohësisht dhe muzikë shumë të mirë nga DJ Kedos këtu në Top Albania Radio. 18:09 shënon ora. Për treguar që jemi live, këtë mund ta kishim bërë dhe me regjistrim, po. Çka ka qenë kënga? Bici bum bumba. Po s'po më vjen pa. E Kedos po ta çekte bici bum. Si të prish bicikleta më Francesc Radi. Bici bum bumba. Por treshin ato ngjarjet që të bukura kanë që. Hajde jesën. Sa të bukura. Ngjarjet apo dollit më pikante të javës që lam pas. Një çishte është që Kina gjeneron skena filmash me aplikacionin e ri të inteligjencës artificiale. Studiot e mëdha të Hollywoodit janë acaruar, po shkelen të drejtat autorit, thon ata, por çështja duket se është më e thellë se sa e drejta autorit. Po, ashtu mendoj dhe unë se po vazhduan kështu do të ngeli Hollywoodi pa punë Juli tani. S'mundet, pash një skenë kishte bë skenë Brad Pitti me këtë Tom Cruise. Pa ja tani pas s'mund ta bësh atë se le e para. Prandaj ata janë acaruar. Është acaru Brad Pitti, Tom Cruise dhe gjithë Hollywoodi. Të vetmi që janë gëzuar nga ky lajm janë shqiptarët. Po, pse? Se tani të gjithë artistët nuk do thonë më vetëm ne si Hallexhi, nuk të le arti pa bukë, po do thonë ata të Hollywoodit. Pra kemi shok në përbot. Bota po bëhet si ne. Bota është me rubrika si ra kopjojnë të huaj. Po, vazhdojmë patjetër. O Juli, ktheu çik se po na bëjmë video për Reels. Jo, nuk po na bëjmë. Po pse s'po na bëjmë video? Apo nuk do që ne ta kemi mendjen. Okej, mirë. Nuk do Bici bum. Vazhdojmë me lajmin tjetër se kishte lajme shumë bukur, po atë të tretin duket se e ke ruajtur për mua atje. Po, ai treti është për ty. I dyti është ngjarja tjetër, të kujtohet kur ishim të vegjël dhe luanim shtëpiash. Po, un kam luajt doktorash, se më pëlqente shumë, po nuk u bëra asnjëherë doktori. Gjithmonë bësha pacienti. Luajt doktorash turnin të natës. Jo, kur bësha pacienti, se isha më i vogël, ti Angela haj. Çam them, po ku di gjë çam them, mos më them gjë. 2 dhem barku, fap. Më shifnin stomakun mua ata. Zot na ruaj. Kështu është nuk ka dalë. Ai ka zhveshur djalin që të vogël. Po, më mirë ashtu se sa i vogël. Ka kaluar. Je shkreti djal. Ora kam qenë i vogël, i pa mbrojtur. Pra kur luani ndodhin këto në Fier. Qyteti ëndrave të mia. Po te ambulanca e Fierit. Se ne kishim dhe vende reale, kupton? Po, kuptoj, ishim lokacione të vërteta, nuk ka inteligjencë artificiale aty. Pra luanim shtëpiash ti bëu gruaja, po bëhem burrë, jo fëmijë të kështu. Por në lojrat olimpike, koleg, duket se kanë marrë më seriozisht se ç'duhet këtë lojë. Pse? Se në fshatin olimpik, që është pushtuar dhe nga dashuria, pushtuar në thonjza, sportistët mbarojnë prezervativat për 3 ditë. Jore. Pavarësisht temperaturave të ulta, atmosfera mes atletëve duket se është mjaft e ngrohtë, përderisa harxhohen sa ishin harxhuar? 10.000 prezervativa kanë mbaruar për 3 ditë. Ja, shikoj se mos I ka marrë në njëri për të mbase ato se për çumçakiz. Se s'ka mundësi për të festuar. 10.000, po. Ose mos ishin në njëri nga Elbasari, ka për të 2 copë. Respekte për gjithë Elbasallit. Kjo është ato kush e kapi. Kush e kapi? Bravo, Nuk e di ç'a bëhet nëpër botë, po ky ka qenë lajmi më I rëndësishëm se sa Shën Valentini apo Tradhia ishte që kanë mbaruar. Patjetër. Po ti mbarove koleg? Shën Valentinin, po. Jo, mbarove. Ç'marova? Kam kam shkruar ata gjëra tjetër. Kam lajmin e tretë për vazhdojmë. Ngjarja tjetër, të kujtohet Juli? Të kujtohet, e mbaj mend si sot. E mbaj mend dikur, po. Edhe mua marrua një. Po tu marrua ti ndërsa mua mos më marrua po
prezervativat i mbaruan këtyre. Tani si ka mundsi? Mund të më shpjegosh pak se ti je pak më i ndritur se unë te kjo pjesë, çoku i shek këto lojrat olimpike. Thuaj pak si ajo që unë nuk do të kuptoj këta kanë shku për të luajtur me njëri tjetrin apo kanë shku për të bërë lojrat olimpike. Po jo më ja, po tani i thonë rreshkitje për të bërë ski, këta më duket bërë rreshkasin në vend tjetër. Po Juli, tani buxhetet se ti djali ngatron, buxhetet i kanë të ndara ata. Deri aty sa njëri prej tyre është gati që të bëj pa bërën. E kupton ç'a mund ndodhi atje kur është shumë ftohtë. Tani ty të duhet një alternativë për të ngrohur. Imagjino një nga këta sportistët kthehet para kohë në shtëpi dhe i thotë grua sfitove që jo më marrun. Pa mirë, sa i pa fat mund të jesh ajo. Pra bie nëse burri u kthehet vonë, jo para kohë në shtëpi mund edhe ti ke mbaruar. O Juli, po ty të kujtohet kur vendoseshin telefonat në korridor? Po. Ha? E di ku do dalë. Sa hyje, e shikoje dhe e mendoje. Familje e kapur me telefon, korridore. Tani do jetë me kas fiskale se nxjerr faturat ai përderisa po ndodhin këto gjëra andaj lart. Sepse kryelajmi tjetër që na lidh drejt për drejt ne shqiptarëve është që martesa nuk është më bashkim zemrash, është bashkim faturash. Po, normal, prandaj dolëm këtu. Martesa secili me të vetet dhe çiftet kanë nisur të firmosin kontrata paramartesore për ndarjen e pasurisë pas martesës. Po. Në një nga këto kontrata që Top Channel e disponon, çifti para se të lihet kuror firmos detyrimin që secili do paguaj për jetesën e përbashkët. Tani i bie që buxhetet janë të ndara. Po ne si jemi Big Brother. Ne të bëj shku. Ore, shumë martesa Big Brother, do bëj buxhetin me vërtetë. Manzore mirë aty ti, po këta vetëm buxhetit vetëm cigare i bëjnë burr. San mish aty. Okej, kanë sponsorat këtu, makarona, vezë gjëra. Do robi, so bërzolle. Edhe bishtalë burr. Po salmi se po han njëri tjetrin. Po jo, ore, po. Okej, do të përgjigj për Julin, kjo do se çfarë libra është ka lexuar këtu. Ti ishte Arbër Hajdari, tani nuk jam dakord. Jo. Kjo është luash me fatet e tjetrit. Patjetër. Po jo, shumë kurioz isha o burr. Si nuk han mish këta o burr? Po sa në të si? Vetëm Gerti, Xhaxhi Gerti mund të haj mish. A veshi. Pra 1 minutë heshtje sepse romantizmi ka vdekur të dashur dëgjues dhe të dashur teleshikues. Çfarë do bëjmë? Do mbajmë 1 minutë? Okej, mbaj 1 minutë. Do mbajmë 1 minutë është më vërtet. Jo më se ka dhe njerëz që nuk un për shembull për vete kur të martohem nuk do ta bëj këtë kontratën. S'do ta bësh. Po si ti ndaj me gruan kështu? Po s'do ndajem nga gruaja se prandaj po martohem. Po ku e di ti se ti më larg qoftë mos ndodh ajo, të ngurtë ndrut, të thos si thoni ata. Po pres mesazhun Juli. Mbaj mend. Po ai Juli na do ka të keq. Po ja mbaj mend. 8 vite shoqëri me ty. Ikën. Idhi. Me më ti nuk je nga këta. Se ti Juli do ta bësh këtë kontratë. Se nuk je këtu. Po. Se ti e ke vetlindjen në Greqi vlla. Pse unë do martohem në Greqi? Jo, e ke vetlindje pasaportë, kjo merret mbas pasaportës. Me vërtet kam gërëtson. Ke gërëtson. Po okej, në rregull. Nëse Hana nuk ju pëlqen fare, futja një ande nga lojrat olimpike. Nëse si ju pëlqen as aty se ngelni pa çumçakiza. Hajdeni prap këtu. Martoni me kontratë dhe mos harroni në fundit shqiptare nuk e ka frikën të ndahet, ka frikën mos del minus. Ikim reklama, rikthehemi sërish vetëm pas pak. Jemi në Top Albania Radio në këtë 18:21 minuta në këtë gjysmë ore të parë, duhet thënë se edhe pak minuta shkojmë në 30 minutat e para. Sigurisht, telefonat nuk mungojnë dhe ne i themi alo, mirëmbrëma, mirë se erdhe, kush je nga po na flet? Duam pusje tona, duam qifte, duam dashma. Mirëmbrëma. Përshëndetje, si fillim dhe qetësoj se nuk jemi në protest. Jemi në proteste jemi. Ç'protest moj zonjë? Proteste romantike. Po si na e futet këshuare. Na lat pa pusje pa dashma për Shën Valentina. Ne po prisnim. 1 minutë tani se shqip po flasi, po m'duket s'po merremi vesh. Ore, pa qa jepni bukot atyre të Big Brotherit ju ere. Si? Qa, ti lem pa buk, që shkjo? Ore, pa buk lini, se pasojat e tyre jemi duke i vojtur ne. Më tha buri për Shën Valentin, do shofim në një film romantik. Jo, i thash unë re, për Shën Valentin ka prajm, do shofim Bigun, po unë duha të shof romansa, pusje, dashuri, e shty filmin i thash. Po mirë i ke thënë, si mos ta sysh film? Po qa mirë, ku ishte pusjet, ku ishte dashma?
e fjeta në divanon atë natë, e kuptan ti mare. Po tani nuk martojmë njerëz me zor, më zonjë, s'mund t'i them tash martohuni me zor, futja kot. Se bëni ju po e bëjmë ne, o çun. Betohu. O me rob subie. Të ndrojme ne, shumë shpejt flasin dashmat në Big Brother. Dhondri se shumë boki, po dhondër marshallah, kur shof dhondër Selina, ka përzon me sa, ha? O Xhavid Dedeni, qetësohu një freno si është puna na thuaj që janë këto dasma, nga po i nxjerr. Kush del martën nga Big Brother? Po ku di unë kush del martën nga Big Brother? Kush del të marri cakën atjere? Po që do kanë atjerë? Ke gatruar numër më duket. Ore, unë jam falëzorja më e mirë fjerberatura vajgurore. Oh. Do yshtim do shkrim ajkujt. Qa kush më? Akujt me zbrikinës dhe Mateos për shembull, do I martojmë, dasëm. Pa. Do edhim kanatjere në Kazan të rjenjë, trubo lavullo, digjo zjarë Kazan bëllo, ish një qift të Big Brother, që pastaj, Juli, A thua do ja dilni e? Unë kam shkriakujt e Groenlandës e Trumpis, po shkriakujt e Brikenës. Falëzorja me famshme në mbrëstar Ferko, kam gjetur zgjidhjen, do ju ndihmoj, edhe produksionit, edhe ai DJ që edhe. Po tani, o zonjë, po ç'punë keni ju tani, nuk bëhen me yshtje këto punë, duan dashuri. Bëni dashmëni! Po. Dashuria do vi më vonë. Dhe do plasin dashmat, publiku I pret. Kanë bërgati zarfe për të edhe me lek. Nuk lejon të thyet tradita çdo vit dasëm në Big, vetëm këtë sezon akoma jo. Kaloj se Valentini thot, a keni turbas keni? Po shqetëso, moj zonja Fallxhore, shqetëso se dëgjojmë ne edhe kur flet qet, nuk do të thot bërtasësh. E di Fallxhore atë punë. Mjaftojnë kanatiere dhe javën tjetër dhe në plazh dasma. Kemi bërë edhe skaletën gati. Sheka e në Ledionit ja syre ati paket. Qa do më? Emailin e Ledionit që të syre dhe ati. Qa dhe I që është Ledionit? Në email. Po që email, tani, na thuaj dhe nesë, duke gjuar është, s'ka nevoj për email. Në altar të pika, qifti. Mban altarin mali me moskujt e ti. Enzo atini tini. Po. Hap dasmën që zigjerti. Këndon Tankola. Pagzon Baba Mondi. Baba Miri. Se nga trova. Koment stil alla Sako Hoxha Stenaldo. Prisimi nga dhëmbët e Bajames dhe ushqimi mundsohet. Ajde, po tani çifti s'na thej se gjithë ai the. Çifti. Çiftin do e marrim nga jashtë, Luizin dhe Kiarën. Këtu e kënaqe. Po ç'a yshtje po bën ti? Ku është çifti Big Brother? Ata janë Big Brother I kaluar. Do hedhim në ujë të valuar kanatierët. E kush ta haj. As nëse dim akoma kush do bëhet çift. Po ti e Fallxhoria pra, ti duhet ta dish tani. Futja kot. O çon, kjo puna e çiftit dhe si puna e parkingut në Tiranë, po gjete foto. Matea! Prit, Zoja Fallxhore, edhe I pyetje të fundit. Po nëse nuk pranon njëri të martohet, si do ja bësh? Po te Fallxhoria në loj fuqishëm, klip dhe sheqer në zjarr. Po këto pse? Të hapet zemrën dhe krahët e Brikenës, të japin atë dësh për qafimi si ç'duhet se po na mundojnë amala me çifti janë. Po kjo s'është shkencë tani, ç'na the? Po çfarë të them? As Big Brother I së shkencë, po na mban çdo natë mbas vetes. Sidomos ai Rogerti, ati Rogerti që I dhën veshi o çfarë ti bën aty. Avesi un oves. O zonja Fallxhore, pa e ke venduar do një që mund të shkojë kjo yshtja, kjo magjia, kështu si për tersa dhe të dashurojnë njerëzit e gabuar? Nuk ka gabime dasëm, se është arbri aty që ju zonë. Por nëse martohen edhe zihen pas 5 minutash si nga çmon Monika? Perfekt, obligu atë do, zën ka djelos. Po nëse produksioni nuk të lejon tani, e ke menduar këtë se ti po e merr të iniciativë po? Produksionin se të gjithë kur ngalojnë fjerë, pin kafe te unë, me njafin. Po si do e bidesh produksioni, jam shumë kurioz, na e thuaj. Do fusim zarfa të zinë ujë të valuar, produksionin për të qetësuar.
O zonja Fallxhore, thirrni mendje se nuk e keni mirë kështu, ha? Lëreni këto punë, mos u ngatroni. Do të marr prap në telefon. Pse? Për muajin e mjaltit do të marr prap. Hajde sa larg pasi shkuar. Po për mua e mjalti ku do i çosh? Do t'i qoj të Vila Rogertit. A vesi. Do më refinu do t'i qoj. I ka tjallë se me erdi një klient ti marrë në 2000 leks kësaj. I ka pasim. Hajde me të mira. Ti e bën të mirë vetë fatin. Nuk e qenë se po tenton të rregullosh dhe tjerë. Si të mos rregullosh fatin tënd. Jemi rikthyer si dy Blues Brothers atë vegjël. 18:33 minuta shënon ora. DJ Ketos është nga ana tjetër e xhamit, Angelo Shkeli dhe Julian Hurdha, dhe tani jemi gati për të bërë filma. Te rubrika mos më bë filma mu. Respect, brother. Ja. Ata film dashësit e thekur, nga kjo bazë do e kuptojnë që po flasin për Matrixin. Kush jeti, Keanu Reeves jeti tani? Ai. Okej. Unë kush jam? Ti e. Te pilula e kuqe dhe pilula blu, ose po t'i themi shqip dy kokrat, kokra e kuqe dhe kokra blu. Po ç'ndodh me këtë? Le ta dëgjojmë dhe le ta shohim. Futur në rol, Juli, se unë jam futur. Një dy, rrobat i veshëm. Eci. Morfe. Jam lodh. Punoj, s'kam lek. Dal, s'kam qef. Rri në shtëpi, mërzitem, shoh Instagramin, demoralizohem. Duket vetja hallexhi nga gjithaj luks. S'ke faj, se ti jeton Matrix prandaj. Jo, unë jetoj në astir. Matrix jeton, Matrix. Por mos u dëshpëro. Unë e kam zgjidhjen për ty. Kam 2 kokra për ty. Këdo, të kuqe apo blu. Si fillim jep atë të bardhën. Më vjen keq, nuk merrem me lëndë narkotike unë. Paracetamolin tash. Se me gjithë të dhimbje koke vetëm ai më bën ndërua. Jo, mos u dorzo. Zhbloko miliardin brenda teje. Mirë se erdhe. Po unë mendova se ishte falas. Falas është vetëm fillimi, pas kësaj investon tek vetja. Sa? Varet, sa e do suksesin. Unë dua vetëm të paguaj faturat në kohë. Pikërisht, ky është problemi yt, mentaliteti i vogël. Ti mendon për faturat, ndërsa unë për Hollywoodin. Po Hollywoodun edhe në kinostudio nuk shkoj më se ka trafik të rruga Dibrës. Por mos më bë filma mu se i hoqja syzet fare. Dhe ta bëj rolin apo jo? M'fal. Zgjidh se nuk kam kohë të merrem me ty, kam edhe disa trajnime tjera që po m'presin. Të vështira? Plot me lek. A mësojnë gjë? Plasim unë marr lekët e mia. Fiton? Shumë! Dhe prap të vinë nga mbrapa? M'fal, ti e tatimet. E ti? Merr Malmamaçi. Po me Morfeu jam e Morfeu. Nga Matrixi, kush je thot? Zgjedh tani këto pilulën e kuq apo pilulën blu. A merren me kredi pilulat se kështu direkt në dorë s'kam lek? Varet. Më lejo të bëj 2 foto, një para dhe një mbrapa. Pse? Po para për të pa ke fytyrë me marr kredi. Po për mbrapa që do? Shofim a ke byth me pagujt, bra. Bo me qesh, e kam karakter, e kam zjedh, e kam bët buk. Po, shto uje, shto mjë, sa të përmondet kolega. Jemi live. Zot na ruj. Çfarë ndodh këtu, ky prandaj është emision i bukur, se është emision live. Edhe kolega se di çfarë batuta është dhe mua, se unë shtoj ndonjëherë. Po ç'të bëjnë këto pilulat? Këto, si thosh dhe njëri dikur, këto janë para buke edhe gjell. Janë edhe bukë edhe gjellë. Po pse nuk e dinim ne kush jeti? Jo, e dinim, mos kaloti, të lutem se është nxehtë akoma qesja. Me këto pra i bie i thua fukarallikut Pirdu. Aha, koka, po, Wizi, po. Hidh 2 story në Instagram dhe të gjithë do të mendojnë se ke fituar lotarin. O, ti, migo. Po nëse... Është pra momenti ku unë shtoj ujë, shto mirë, kemi reklama, jo, po, sa të përmendet kolega, unë vazhdoj dhe i jap gaz, se... Si jam unë për aktore, jo? Qeshur të sketë. Po, futem rol prapë. Po nëse vdes, ku të qonë kjo kokra? Në fer apo në parajs? Në fer. Pse? Po, ka që budal ishe. Se mendove se një kokër të rregullon të jetën. Çore puno, këto kokrat hem këtu, hem aty, merr X. Po ti deri tani po më thoje ndryshe. Bëj shakare, kokra e kuqe të bën ta jetosh jetën siç e ke, ndërsa kokra blu ta bën jetën në Instagram. E si është kjo Instagram? Po për shembull, ti ha grosh, po, dhe i bën foto pjatës e poston në Instagram. Po ç'duan të postoj grosh në Instagram? Po këtu fillon efekti, se ti poston grosh, por në Instagram del crudo.
transformohet. Po lekët? S'ke, por duket sikur ke. E çka shpik frëng. Tani e do këtë kokrën, e duket vetja boss apo do dukesh hallëxhi si çie? Po sa zgjasin këto efektet e kokrave? Po tani varet e kuqja të zgjat gjithë jetën, bluja zgjat 24 orë ose derisa të zgjat bateria e telefonit. Po kë zgjedhin më shumë njerëzit? Kokrën blu? Pse? Se është më lehtë të dukesh i pasur se sa të bëhesh. Po, ma shpjego me shembuj se nuk po kuptoj mirë, ma bëre kokën dhall. Pilule e parë, punë, respekt, rrogë normale, pak shok, por e vërteta. Po e dyta? Pilula e dytë, fam, jetë virtuale, s'ke brek, por ke followersa. Ha grosh, në foto bëhen sushi. Je ngolem në postim Maldive. Nuk të një lagja, por të një algoritmi. Maldive, një minutë, se të qonë Maldive kjo kokra, se s'kam qena si era, man. Jo, ti ngolem do jeshore, por rritës sociale dukesh sikur je Maldive, prapë s'po e kupton. Që nga fiksa ajo shpreha që thot populli, ku e zë mëngjesi se zë dreka. Kujdes, se populli thot edhe, hyp këtu e në shif Stambollin. Po komentet. Yll, gjithandej, Po shumë followersa. Shokët? S'të vinë në shpire. A kupton? Çojnë zemra direkt e shokët. Pra, nëse zgjedh të parën i bie, Do jesh normal dhe i qetë. dhe të dytën, Do jesh i famshëm dhe i lodhur. top fare. Top fare, ashtu do jesh. Tani për se më fiksove, për çaj qesh valla. Për çaj qesh dhe na del nga skenari. Okej, do s'na na rikthe sërish. Po qesh, po shqyqyresh që qeshi njerëzit, më të edhe kur do qeshi njerëzit do me i ndalu. Çfarë po ky ke dosier? Një minutë që për qesh. Okej, mirë, hajde, mbaj mirë noteshin, okej. Okej, mirë, Po se pse na. nuk e dim ne kush është Kedosi? Po jo, dim Kedosi kush është. Kedos, ku ka qenë? O, di ku do ikim tani. Ku do vëm? Do kthehemi shumë pas në kohë. Gjiru kastrahine. E kam dëgjuar një ditë, mëngjes po ikja për në punë, edhe e kam dëgjuar po dëgjoj wake upin, po binte shi. Po kush po fliste, Blendi apo Hildi? Këngën e lançoi Blendi. Ah, okay. Dhe disa më ka shijuar kjo kënga. Ç'a këngë Më ishte? mori mall e thash do ta dëgjojmë dhe tani së bashku. Urojmë dhe shpresojmë ta shijoni dhe ju nëpër makina apo në shtëpi kudo që të jeni. Luar dhe Flor Mumajesi me gjithmonë. Sheh ku thot dëgjoj. Ah, po. Që dëgjoni dhe ju. Okej, ikim. Rikthyer është 18:47 minuta, është 16 shkurt 2026 juli, sa shpejt po ikën ky shkurti, jo si janari, që iku i pari, ma mori mua dashurinë e parë. E po shkurti i shkurtër duket nga emri. E po. Imagjino se kush kishte thënë burr. Shkurti është i shkurt se është shumë i dashurisë. Ti ishte shumë gjatë, për shumë shumë pune, do ishte në një tetor, në një nëntor. Po dashuria është e shkurtër. Kishte thënë shumë bukur. Bravo qof. Dorëheqjen dha Kuarçili, një dashuri sot derën e fundit ka. Por tani Top Festi ishte vesi nuse e burr. Nuse me krah. Jam tu mirë. Po, në vend të këmbanave. Të lajmeve, Po, të lajmeve. okej, do s'lutem na vendos një bazë lajmer se Nëse keni menduar një moment si keni dëgjuar gjithçka se çfarë ka ndodhur, po, mendojmë se jo. vore lajme tamam ti? Të paktën jo në këtë mënyrë Këto siç lajme i të televizionit. servirin. Po. Për të ndëgjesuar shoferët, Turqia përdor makina të aksidentuara si paralajmërime rrugore. Këtu te ne nuk funksionon kjo se ai marrë me i shezi për hekra. Çuna, përshëndetje, shitet, gjysëm hekuri. Foto skandaloze nga dosja Epstein, darket shmendur mes Musk dhe Zuckerberg. Nuk folën për politik, folën për update të njerëzimit. Passwordi mos i thuaj askujt, ndërsa passwordi i dytë Fidelio. Kush e kapi, e kapi. Ata tet the movies mund ta kenë kapur. Po, e ka kapi. Çifti futet në hotelin kinez për të kryer marrëdhënie, por përfundon në transmetim live. Koleg, a mund t'i themi kësaj marrëdhënie publike? Patjetër, kjo është bamirësi për popullin e thjeshtë. Shqiptari në Greqi se mbaj nervat, rre berberi se e qeti keq. Me pak fjalë muhabet leshi. E po të rrar. Kjo se edhe ti je kështu je tip i çmendur. Se edhe un kam dëgjuar për ty një herë që u zure me berberin tonë se të kishte bërë një vizë. Po ky e ka bërë si Bullgari. Benzemaja, E kanë Bullgari në Greqi. Okej, në rregull. Musk i fiku internetin, rusët në luftë me kohën për të rikthyer Starlink. Lufta e tretë botërore nuk do fillojë me raketa, do fillojë me no internet connection. Sketch ti bësh asaj. The Bluetooth device. Po, the Bluetooth device. Oh. Kaby Lame sheti e ke parasysh Kaby Lame kush është? Po. Ju që jeni në kanalin tjetër Digital e keni kuptuar. Kape një herë. Fiks. 1, 2, 3.
Bravo. Kaby Lame shet imazhin për $1 miliard, i vetmi njeri në botë që paguhet edhe për ngritje vetulle. Edhe për shkelje syri. Mos i bëj botox. Faj kanë prindrit tanë që ku ishim të vegjël na thonë rri mirë mos e posuratin ashtu. Ja tjetër, ja pa hajrin. Pra, ja pa. Por tregu është hapur e shitjet vazhdojnë. Britney Spears shet të drejtat e katalogut muzikor për rreth $200 milion, ose ndryshe siç themin ne shqiptarët për kështu rastesh, ja ka hedhë jetës. Pa jo e ka hedhë që kur ka lindër e Britney Spears, e ka dhe ore këta njerëz të famshëm për shembull janë të destinuar për të qenë të famshëm. Se ka njëri emrin për shembull që nuk i shkon. Britney Spears. Duke që është emër art. Ta ketë për shembull Britney Mehmeti. Po, ose Mehmeti. Se nuk di çfarë them. Je pa kafshë. Shqipëria dhe Polonia shfaqen me uniforma të njëjta në ceremoninë olimpike. Mirë se na erdhët në rubrikën Si na kopjojnë të huajt. I bëjmë thirrje polakëve. Haj. Hele. Çudira nga Indonezia, ju do thonë, çu apo ç'na intereson në Indonezi. Mbaj shërim abedin se mund të duhet një ditë. Po. Nuk desh të bëhej synet 5 vjeçari që dron 12 orë mbi çati. Edhe komshin që kanë menduar se po rregullon të antenën. Gjithsesi, në fund nuk e bindi dot mjeku, e bindi uria. Ashtu, zmadhojnë organin gjenetal për të fituar olimpiad. Ku është ky tatë që ne pyesim për një shok? Akuzë pa zakon për skiatorët, nisin hetimet. Sporti vërtet kërkon sakrifica, po jo kaq personale tani. Imagjinojeni vetë se çfarë do thotë njerëzit për fitoi se ishte ka lezet. Kanë qenë nga dajat. Bravo. Ky është nga ato raste kur i thojmë bravo, kanë qenë nga dajat. The Washington Post largon nga puna rreth 30% të stafit për shkak se gazeta kishte pasur vështirësi për të tërhequr lexues dhe abonent. Po. Gazeta duhet ta kishte kuptuar me kohë që breaking news tani nuk është më çfarë ndodhi, por kush u nda. Po tani s'ke çfarë bën. Protestat e transportit urban në Vëllore. Banorët kundërshtojnë zhvendosjen e stacionit interurban. Po me autobus çfarë fatin ka shkëtë. Ta njëherë me ujë, njëherë me drita, tani edhe me autobusët po kapen nga. Arrestohet 19 vjeçari në Shkodër. I gjenden mbi 164.000 euro të falsifikuara në shtëpi. Po lejeni o burrta si kanë bërë dasën verë thashë kisha e dhondrit. I shkreti dhondër do thoshte Se të punë me $1 shat se han më, kështu që më mirë me falso. Pse se han më thua? Ja. Po jo, pse $1 është e bukur. $20 ka shku më shumë se euro. Po pra, është e bukur tani. Kujdes mashtrimet online, mos klikoni mesazhet që ju vjen për të votuar në një konkurs. Pa merak, se po u bë fjalë për konkurs, nuk voton njeri. Të gjithë thon po leçat votoj kose e merr na njëri me mik. Kët mesazh ma nisi Eni Jani. Edhe mua po ishte Eni Jani ta nisi. Pastaj na shkruajti virus. Mirë Enit, përshëndesim kudo që je. Aleancë Shqipëri-Kosovë-Kroaci, e cila po shqetëson shumë Serbin. Si puna ati komshiu që ka i natë ku sheftjerë që rrinë bashkë. Provokacja. Ku i ke ata komshinët tu Juli që zdurojnë do? Qa mendimi kanë që ti del çdo ton tetari? Nuk e di qa mendime kanë, po di që e kanë çunë policikët mendime. Me vërtet? Po, del me televizor. Po, vje dhe vonë ai. Vje dhe vonë. Kështu këtë mendim kam për ti. Po thonë babit vje vonë çuni, pse di unë. Prandaj nuk lën të hedhë shkatin e dytë këta komshin duket baba gojt e liga. Fjetja vonë rrit me fieri. Jo, ça fieri. Fjetja vonë rrit me 79% rrezikun për sëmundjet e zemrës, por ka një të mirë që s'ke nevojë të kërkosh për shkakun se dihet që e ke nga hallet që s'të zë gjumi. Kjo është e mirë edhe. Natën e mirë, Interi. Po kësaj radhe është natën e mirë Juventusi. Dokumentari Melania Trump pëson dështim të madh në Mbretërinë e Bashkuar. Shitet vetëm një bilet në premierën zyrtare në Londër dhe sallat mbetën pothuajse bosh. Ndërkohë regjizori thoshte ka bum kërkesash, nxitoni për vendet e fundit. Ka pas për vendet e fundit në fund domethënë. Sa të vendet e para nuk shihet mirë. Po dhe fundit, këtej nga fundi. E pra këtë ishte ato që ne kishim përzgjedhur për sa i përket Rubik-rikës. Rubik, po, aty në Rubik nuk ka trafik tani, mund të lëvizni lirë, megjithatë ka pak këtu në Tiranë. Se kemi për surprise. Vëdëmisht mirë. Kemi për surprise. Okej, mirë. Është kemi për surprise të mendu për fund vitit. Normal apo vaj? Mendoj për fundin e sallës, nuk mendoj për fundin e vitit, Filloi breshëri. Po. 18:54 minuta ne tani do të shkëputemi se do rikthehemi në pjesën. Po. Do rikthehemi në pjesën e dytë, ju vazhdoni të qëndroni këtu kemi. Kemi Çilietën. Do re mi fa sol la si do. Ishte kur mund të ketë dal kjo? 2000?
Ku më dishi ishim të vegjël e mendonim se jeta ishte baçe me lule. S'kishim hallën atko. I vetmi halli ishte që u ersua dhe s'do luanim më. Top festi. Domethënë evenimenti mbase më i rëndësishëm i muzikës që ka qenë atëherë në Shqipëri. Ikim, po do ikim valla, hajde të dëgjojmë Shilietën, ikim. Energji, plot ritëm, sepse tashmë ju nuk, si thot ai shpresë, keni parë që akoma nuk e dini se çfarë. O DJ Kedos, të lutem më jep një bazë Huachacalawa. Se ç'është Huachacalawa. E kuptoj se DJ më jep një mistike, se do ikë shumë thellë. Do i futem detit. Sigurisht nëpër kopshtet e Babilonisë. Do t'i futem detit në këmbore. Po ç'do në morën. Ja, sa ta gjej Kedos, ndërkohë ne vazhdojmë, jemi në këtë pjesë të dytë në emisionin Top Fare që ju shoqëron ju çdo të hënë në Valët e Radio Top Albani Radios, edhe sigurisht në kanalin 10, valët e radios dhe valët e televizionit, kështu që po patjetër në kanalin tashmë edhe mund të na shikoni. Po, okay, okay, do të më hapësh atë. Okay. Ishte viti 2000 kur në Vlorë lindi ai. 20 kusur vite do të kalonin që ju në valët e Topit ta dëgjonit. Është ai i madhi, i vetmi, i dashuri, i talentuari. Nga Vlora, kur ai buçet, kur ai flet, kur ai këndon Sazani, ke parasysh që bëhet si më, ky e ka bërë me zërin e tij. A ky desh e shëmbi Sazanin vlla. Prandaj dhe e dua nai shumë Sazanin. Ka veç i kamera, ka veç na u skuqi ftuari, çfarë po ndodhet? Po skuqi ftuari. Frank Ibrahimi në studio. Shpesh prezantimi plaga, po e mbaja veten mos të thirrja zë, që të mbaja rolin në momentin e tua, edhe të buqisja. Frank, para punës. Është kënaqësi shumë e madhe që të kemi këtu në studio, sepse për ty është kënaqësi plak. Për mua është ta vama i deti me metall, domethënë. No, for real, jeni dy personazhet e mi të preferuar, kështu që normalisht nuk mund të refuzoj aftesën tuaj. Juli, vazhdo fol çik sa ta përqafoj çik Frank. Përqafoj ti, pastaj hajde fol ti ta përqafoj unë. Frank Ibrahimi, si fillim do ta nisim me pyetje, si ishte dita jote sot? Topi apo top fare? Topi plus top fare. Okej, do të rregulloj tani kur erdhi në studio, besoj ju bë top fare. Më zbukuruan ngjyrat e studios këtu. Me vërtet? O Frank, nuk të kemi parë shumë nëpër këto intervistat kohët e fundit. Nuk Shiko, e ke parasysh kur secili kërkon pak atë kohën e vet, mbase të kërkoj të riformatohet pak edhe të gjej pak veten atje ku duket sikur është humbur pak. Le të themi që ka qenë një periudhë e tillë, domethënë. Si thua, retrospektiv fillove të kërkosh te vetja, fillove të gjesh gjëra të reja. Po mendoj se në rrugë time si për ti plotësohesh nga njëra anë, po humbet nga shumë të tjera, kupton, edhe jam fan i të menduarit që dua të formohem edhe në anë të tjera, jo vetëm në muzikë. Okej, ku do të formohesh, për shembull, do në një master në mjekësi për shembull apo? Ja, ma është 3 diploma të doktoratura. Unë jam i urritur për shumë gjëra, të formohem në sa më shumë dek. Po jo, mendoj që thjesht një formim personal, të lexoj pak më shumë, të kërkoj pak më shumë nga vetja. Mendoj se të gjitha këto në fund do më ndihmojnë që të formohem edhe më mirë si një vokalist, le të them. Si vokalist, po pse e kaq modest? Je i vetmi vlonjat që je modest o vlla. Mos vallje nga ana tjetër e lumit ti, ëh? Se nuk ka mundësi që një vlonjat modest. Unë nuk jam nga lumi, kjo më formon ka lagurdeti. Okej. Kështu ta vlonjatët nga ana tjetër e lumit do të thëj, ndahen edhe në mentalitet. Edhe jam pikosur me ato kriprat e vogla të detit. Ndërkohë ti në intervista nuk e dal, por në mbrëmjet e Tiranës je duke bërë namin. Po Frankenstein. Grupi juaj që përbëhet. Po, Frankenstein. Ti përmendim edhe çunat? Me James Rukan, me Roland Donë në bateri dhe me Ergys Abdyli në tastier. Respekt. Ju se keni tuaj këtu në Top Channel. Dhe Frank Ibrahimi në mikrofon. Pra Frank, tashmë e keni po themi një grup
E keni formuar, po ju ecën dhe vazhdoni live-et. Po mbetet aktiv në jetën e natës, sta Angelo, edhe uroj që të vazhdoj kështu, se jeta e natës më duket jeta e natës. Skena në përgjithësi, po çfarë të bëjmë që jetën skena këtu në Shqipëri fokusohet më shumë te jeta e natës, domethënë edhe uroj që të jemi aktiv, se ajo më mban dhe mua paksa më në Terezi. O Franka, a ja vendose Frankenstein se dohet ta kishte patjetër Frank brenda grupit apo? Shiko, emrin e grupit e ka vënë artisti shumë i madh dhe mirënjohur Sokol Keci, kitaristi në përmendimin tim nga më i miri që ndonjëherë Shqipëria ka prodhuar, edhe erdhi domethënë në bazë të emrit tim, kuptohet. Është një ndërthurje kuptimesh, po që nga gjermanishtja nëse e marrim si gjenezën e emrit. Frankenstein do të thotë lidhet pak edhe me Frank Rocks, e kupton, sepse Stein do të thonë stone në anglisht, që është sinonim i fjalës rock. Stone dhe rock është guri, që bëhet një lidhje e tillë Frank Rocks. Do të thonë Franku Guri. Frank Guri. Gur. Nice, shumë bukur. E ndërkohë në Vlorë je bërë emër rruga apo akoma? Akoma, shumë qytetar nderi? Shumë është akoma e gjatë rruga për të arritur një emër rrugë në Vlorë. Për shembull, Beskallaku është bërë në fushkruja në Bubq, ku është bërë? Në Bubq. Në Bubq, unë do të bëhesh ti në Bubq? Ja, unë do doja të bëhesha me merit kudo në një vend, çfarë do lloj vendi. Do ta pranoje Chelsea në qytetit të Fierit dhe pse nga Vlora apo nuk ka lidhje? Po, e ka thënë një intervistë. Një intervistë ka thënë dikush, gjëja më e bukur e Fierit është tabela që është Vlora. Po, kështu tallen ne këta të shkelë. Më mirë, ja, se bëjmë shaka patjetër me kënaqësi. Ne do bëjmë gjëra shumë të shkurtër për në Vlorë. Qytetin në Shqipëri është kënaqësi. 3 minuta për në Vlorë, edhe do kthehemi prapë. Po, se kemi reklama. Kemi reklama, rikthehemi sërish në Vlorë. Top Radio. Mos vono gjatë që të shkosh larg, me vetën në kontroll. Thuaj djeli do të shër, do të desh, do të humbesh, do të zgjohesh ku të mundesh. Son të luaj si të jetë, e fundit natë në këtë qytet. Frank Ibrahimi! Sa më bëni u mua. Stë bëm o Frank. Jemi rikthyer më bukur se kaq nuk ishte se si ndodhte ndryshe, se si të ndodhte ndryshe nuk ishte si. Duhet që të vinte Frank Ibrahimi nga Vlora që të këndonte tani. Tash më bëni ju të dy mua, domethënë. Po duhet bësh dy lënjat bashkë, kush ti dole nga Vlora? O Kedos nga jeti. Respekte Kedos nga Vlora. Kedos. O Kedos, pse mi hoqe kufjet ore? Po pra, okay. Rikthehemi. Hey Frank, si po ndihesh? Shumë mirë. Si po ndihet? Ej, shiko, unë e thash, ja kam thënë Angelos në mesazh, nuk e di sa duhet ta them këtë gjë apo jo. Po, vetëm ato të shara po se. Nuk kam dalë më në intervista dhe nuk kam dalë më në dalje kështu publike, vetëm kur më erdhi ftesa nga ju e pranova direkt, domethënë. Respekt. Po normalisht ndihem fantastik me ju. E kam dashur sa u bë një vit që nuk intervistohemi bashk. Po. Ose i çik më shumë. Kur ka dalë Vegimi? Kënga jote. Fix. Po bën një vit? Po bën një vit edhe për pak ditë, domethënë. Okej, atëherë bie gaçi. Shihemi vitin tjetër pas asaj interviste. Ose në 10 orë te kënga tjetër, ndoshta. Mbase. Një nga ngjarjet, domethënë të përvitshme është edhe kënga e Top Medias. Më të pritshme nga gjithë Top Media. Patjetër. Edhe kësaj radhe, domethënë privilegji të bie ty. Më ra një super privilegj, domethënë ishte nder edhe super kënaqësi kur më erdhi ftesa për herë të parë nga Alban Male, të cilin e falenderoj jashtëzakonisht shumë dhe më pas kur më erdhi domethënë konfirmimi se unë isha i përzgjedhur për të kënduar këngën e fundvitit të Top Channel nga Mr. Ledion Liço e Mr. Alban Male. Të shkruajti vetë Ledioni? Jo, Ledion nëpërmjet Albanit, domethënë më erdhi konfirmimi, por gjithsesi ishte wow. I felt like wow. Okej. Urime Top Albania Radio për 28 vjetor. Faleminderit. Gëzuar ditëlindje zemra ime. Ky Top Albania po feston. Po, e di që s'mund të jem. Shumë kënaqësi Angelo for real. Ishte wow. Edhe ne u kënaqem, na e bëre klipin më të bukur. Se fillove po këndoje ti, pastaj un po fillova po tundja kokën, po përceja në mënyrën time.
se pas kemi Frank. Ajo është aq e bukur sa nuk më mbetet gjë tjetër veç se të jepem aty. Po Frank, a ke folur me Eugendin Bushpepën? Po, kam folur, po. Çfarë ka thënë? Pasi e ka dëgjuar dhe e ka parë këngën? Ishte më tha sa mirë që e ke bërë ti, domethënë këngën time, se ti ishte dikush tjetër. Jo, a? Po sa mirë që të ra ty për pjesë që ta këndoj dhe ishte wow. O Frank, ore. Super këngë. Ti je i vetëdijshëm që je i talentuar në muzikë? Domethënë, e di këtë gjën apo se di akoma? Lëre modestin tani, na u përgjigj. Jo, shiko, kjo pyetje që më bën ti është një pyetje që për mua është shumë e ndjeshme në fakt. Nuk më rreh ndonjëherë mendja që jam i talentuar, thjesht vazhdoj të punoj dhe përpiqem të punoj, domethënë që të bëhem gjithnjë më i mirë. Sepse nuk kënaqem kollaj, nuk kënaqem ndonjëherë, do thoja me veten, edhe është e rëndësishme që të mos ndaloj së punuari edhe së formuari, muzikalisht, personalisht, edhe në çfarëdo lloj drejtimi i qoftë, domethënë. Një rritje e çfarëdo llojshme është rritje në përgjithësi edhe artistikisht. A ke një gjë të ndën që 10 sekonda para se të futesh në skenë e përmend, e kujton, i thua vetes? Ose e pi për shembull. Po, jo, unë faktikisht përveç se ujit nuk pi asgjë, nuk pi alkool, po vetëm një gjë që po i përpara. Kur themi është i zbutur. Përpara se të dal në skenë, thjesht klith 1-2-3 herë për të ngrohur vokalin në momentet e fundit fare, domethënë, edhe dal në skenë. Okej. Jap 1-2-3. Hey. Do ishte shumë e bukur të bëje babagjyshin ti kështu për vitëri. Hey. Çka babagjysh? Unë do këndoj. Ho. Ku është ai Grinchi? Babagjyshi që vjen nga rruga transbalkanike. Ora Grinchi, Okej, në rregull. Bukur. Po ndërkohë ti si nga Vlora. Artisti duhet të që ki brisht, a kupton? Tani të plaset forcia e vlonjatit me brishtësinë e artistit. Mendoj se po, më përplaset shpesh. Po që brishtësinë besoj do fajsoj mamin dhe babin që ma kanë trashëguar, kurse ata është përsin do fajsojmë Vlorën. Ndërkohë për shembull kur ti ke ngesë në trafik dhe i bie Boris, si thua, hape pak rrugën djali ose hape rrugën ore. Them diçka më modestisht më vlonjaçe fiks. Nuk është se qëndron në petkun e atij artistit 24 orë. Jo, nuk mendoj se qëndroj ndonjëherë në petkun e artistit. Askush nuk mendoj se duhet të qëndrojë në petkun e këtij artistit. Jemi secili vetvetja dhe këtë vetveten do shfaqim në çdo moment. Nuk ka artisti është brenda vetvetes, nuk kemi pse e transformojmë veten në një artist. O Frank, përveç live-eve, je duke punuar me ndonjë projekt tani? Po, presim diçka nga Frank Ibrahimi? Po. Kur? Apo është pak e pa qartë ende kjo gjë, se siç u thash, domethënë jam duke bërë një self-reflection edhe po përpiqem që të reflektoj. Se ndonjëherë në muzikë është kjo puna që kur e mbaron diçka, kur e mbaron një këngë, duhet i rikthehesh për të gjykuar a është e mirë mjaftueshëm për këtu në tregun shqiptar apo jo. Edhe të duhet gjithmonë që ta bësh këtë. Unë për vete e kam, nuk e di e kam të tjerët apo jo, edhe unë e kam pak këtë gjë, këtë diskutim, domethënë. Plus që e kam pak të vështirë të përgjigjem se kur, po uroj që sa më shpejt. Ke synuar ose synon që të dalësh në tregun ndërkombëtar? Se me thënë të drejtën për këngëtarët, si thosh është një gjuhë universale nëpërmjet këngës, nëpërmjet le të themi tekstit. E ke provuar ndonjëherë të dalësh, për shembull, dalësh dhe ti jashtë shtetit. Po kjo është ëndër, ky është një synim më vete normalisht, po hajde të jemi pak më shumë me këmbë në tokë. Se ikëm shumë. Hajde të jemi pak më shumë me këmbë në tokë. Të themi që pa e provuar nuk e di. Është një ëndër, domethënë. Kështu që uroj ta realizoj në një të ardhme, nuk e di se sa është do të jepet mundësia edhe se sa do realizohet, po që normalisht e kam si dëshira është, nuk do që të qëndrosh lokal. Absolutisht jo.
Kur ëndërrojmë edhe fluturojmë. Kështu që kur fluturojmë, hajde të fluturojmë jashtë shtetit, e kupton? Okej. Të shohim ta kemi shikimin deri në Itali se vëm deri në Sazan. Po e patë shikimin në Sazan nuk vetë as Karaburun thotë. Po ti bësh pak më lart, shkon në Amerikë, pastaj e mbau nëna mos ki frikë se ke Franku në Amerikë. Po, megjithëse plonjatës kanë mirë. Me po fluturojmë tani. Okej. Frank, ne kemi disa pyetje që duhet përgjigjesh shkurt. Po, kjo është ajo. Kemi reklama tani? I kemi reklamat për sa? Për 2 minuta? Mos ta lejmë për gjys. 2 minuta kemi reklam, kështu që mund të vazhdojmë. Mund të vazhdojmë me pyetjet. Frank, po i duam shkurt. Emër, mbiemër ose firmë. Kush ishte personi i parë që tha Frank, zëri yt s'është vetëm për karaoke, familjare ose për të kënduar në dush, po është për më shumë? Franku. Ti dhe vetes. Po. Okej, vazhdojmë. Cila është drama më e madhe që të ka ndodhur në studio, Frank? Stonim. Ke stonuar keq në studio? Po mirë se vetëm keq. Keq the, ekstremisht keq. Ekstremisht. Sa herë e dëgjon këngën tënde pasi të publikohet? 20 herë, 30 herë, 40 herë. Që ti shtosh algoritmin që të marrësh më shumë views apo që ti gjej gabimet këngës. Po ajo pasi është publikuar ç'të gabimet? Pasi është publikuar. Pasi kur del në YouTube. Asnjëherë, pasi publikohet. Nuk e dëgjon këngën? Nuk merrem, sepse dëgjimi im bëhet vetëm deri në periudhën para se të publikohet. Kur është publikuar, atëherë është free për të dëgjuar nga të gjithë. Hiqja ato të Angelo. Përveç Angelos, hera e fundit që dikush të thatë ç'ne ka që i buti se je dhe vlonjat. Para disa ditësh, ma thon shpesh në fakt, dëgjoj shpesh këtë. Po pse ka që but duken vërtet? Ndoshta kur më njohin njerëzit. Nuk e kemi fjalë për të skenë. Në skenë thonë, e bish, po e kemi. Po mirë se tani shiko, më pëlqen të alternoj. Edhe të dukem edhe vlonjat, edhe Frank, edhe kështu që Frankun ja kam lënë për diçmëri, vlonjatin e kam lënë skenës. Frank, cili është komedi më i çuditshëm që ke marr? Ai që sta kishte kap mendja fare. Qa keq vërtet. Qa keq vërtet. Pusho për zotri, pusho. Qa keq vërtet. O Frank, sa herë ke flutuar me fansat e tua? Apo do reklamat pishuj. Sa herë ke flutuar? Okej, do të ndihmoj. Përpiqem të jem sa më profesional në daljet e mia. Që do më thënë? Nuk pas koncerti. Vajza, të lutem, se jam duke kënduar. Pas këngës. Nuk flirton. Në sken përpiqem të jem sa më profesional edhe mendoj që po mirë, s'po themi në sken, se skenja duke kënduar ti. Mase nuk ka qef o vlla, nuk ka qef për që të përgjigjet, se do reklama. Sa e di si funksionon emisioni, apo jo? Do reklama në këtë moment. Pra, ketos na jep reklama se i do Franku o burr. Po çka ka që vërtet ky? Po bra, shumë vërtet më vlla, shumë vërtet ky tipi, shumë vërtet. Frank, ke menduar të bësh një kolazh? Kolazh jugu. Po. Ajde hallaj madh apo jo? Po duke tu. Me vërtet këndon kështu laps. Mali. Jepi. Shurde valli. Jepi. Tundoj moj beke. Cile 10 çelilo. Bada tundu na. Si, imagjino, nuk di fjalët e këngës që na, po e bukur. Okej, faleminderit. Ke kënduar ndonjëherë kështu? Apo jo, vetëm për shef, vetëm për shef. As për shef. Në përdarka familjare, kur ha me pip. Më duhet ta thoja këtë apo nuk duhet ta thoja? Jo, mund ti të thuar çfarë duash. Jo, këndoj për shef, po. Ju gorçe, ma kërkojnë sa herë që shkoj në shtëpi, kështu që sa herë që shkoj në thonë të shtëpisë ta këndoj sikot të keqen mami ose të keqen ba. Nëna ime, gjyshja ime në Vlorë më thot, po pse s'mendon të kalosh një në kështu në tregun popullor? Bëjnë muzikë popullore më të keqen nëna. E kupton nëna jote rockun? Do kesh më shumë sukses ashtu mendon. Po rockun çfarë mendimi ka nëna? Gjyshja ime ka qenë suportuesja ime më
e madhe dhe më e vjetër në jetën time, kështu që siç e kupton ajo pasionin tim nuk besoj se e kupton njeri. Bukur. O Frank, një bashkëpunim që e ke ëndër në sirtar? Vazhdoj të ndërroj gjithmonë me këmbë në tokë, do me thënë, me qa mundësira shjepen në tregun shqiptar, vazhdoj të ndërroj të kem një bashkëpunim me Gentin, edhe me... Do të kesh bashkëpunim me Gent Zenere? Se kuptova. Gentin. Edhe po